Zonja dhe zotrinj, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Presidenti amerikan, Donald Trump, deklaroi se SBA nuk do të nxitojë për një marrëveshje me Iranin, ndërsa bllokada detare në ngushticën e Hormuzit do të mbetet në fuqi deri në një marrëveshje zyrtare. Nga ana tjetër, Irani paralajmëroi se vazhdimi i luftës do të godas ekonominë amerikane, ndërsa tensionet vazhdojnë të tronditin tregjet globale të energjisë. Shtetet e Bashkuara dhe Irani mbeten larg një marrëveshje për përfundimin e krizës që ka tronditur lindjen e mesme dhe tregjet globale të energjisë gjatë 3 muajve të fundit. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se administrata e tij nuk do të nxitojë drejt një marrëveshjeje me Teheranin. Në një postim në rrjetin social Truth Social, Trump tha se bllokada detare amerikane në ngushticën e Hormuzit do të vazhdojë deri në nënshkrimin formal të një marrëveshjeje. Ai theksoi se të dyja palët duhet ta marrin kohën e nevojshme dhe ta bëjnë marrëveshjen siç duhet. Ndërkohë, Irani nuk ka reaguar zyrtarisht, por mediat pranë raportojnë se mbeten disa pika të forta përplasjeje, përfshirë kërkesën e Teheranit për qasje në fondet e ngrira jashtë vendit. Këshilltari ushtarak i liderit suprem iranian Mohsen Rezai paralajmëroi SBA-n kundër çdo përshkallëzimi të mëtejshëm në ngushticën strategjike të Hormuzit. Ai deklaroi se Irani është i gatshëm për negociata, por shtoi se nëse lufta vazhdon, populli amerikan dhe ekonomia amerikane do të vuajnë. Razei theksoi gjithashtu se kontrolli dhe menaxhimi i ngushticës së Hormuzit është e drejtë ligjore e Iranit. Vetëm një ditë më parë, Trump kishte deklaruar se të dyja palët kishin rënë dakord në parim për një kornizë negociatash që mund të çonte në rihapjen e plotë të korridorit detar, përmes të cilit kalon rreth 1/5 e naftës dhe gazit në botë. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio tha se negociatat janë ende në proces dhe se në tavolinë ekziston një plan për rihapjen e ngushticës dhe nisjen e bisedimeve për programin bërthamor iranian. Ndërkohë, tregjet reaguan menjëherë ndaj zhvillimeve. Çmimet e naftës ranë me më shumë se 5%, ndërsa bursat aziatike shënuan rritje. Megjithatë, kriza energjetike globale vazhdon të rëndojë ekonominë botërore, duke rritur kostot e karburantit, ushqimeve dhe plerave kimike në shumë vende të botës. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka pranuar privatisht se ka mundësi të kufizuara për të ndikuar te Donald Trump lidhur me negociatat mes SBA-s dhe Iranit për përfundimin e konfliktit në lindjen e mesme. Sipas Reuters, Izraeli është lënë kryesisht jashtë marrëveshjes fillestare që parashikon hapjen e ngushticës së Hormuzit dhe negociatat e reja për programin bërthamor iranian. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka pranuar para bashkëpunëtorëve të tij më të afërt se Izraeli ka shumë pak hapësirë për të ndikuar në vendimet e presidentit amerikan Donald Trump lidhur me Iranin. Sipas Reuters, Netanyahu është i shqetësuar se negociatat mes Washingtonit dhe Teheranit po zhvillohen kryesisht pa përfshirjen direkte të Izraelit, ndërsa administrata amerikane po kërkon një marrëveshje për t'i dhënë fund konfliktit që shpërtheu pas bombardimeve amerikano-izraelite kundër Iranit rreth 3 muaj më parë. Burime izraelite bëjnë të ditur se marrëveshja fillestare parashikon hapjen e ngushticës së Hormuzit nga Irani në këmbim të heqjes së bllokadës detare amerikane. Më pas, pritet të nisin negociata të reja për programin bërthamor iranian dhe çështjen e uraniumit të pasuruar. Sipas burimeve iraniane, po diskutohen formula kompromisi, përfshirë hollimin e uraniumit të pasuruar në mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike. Netanyahu kërkon që Izraeli të ruajë të drejtën për të vazhduar operacionet ushtarake kundër kërcënimeve rajonale, përfshirë sulmet ndaj Hezbollahut në Liban. Ky kusht, sipas analistëve, mund të rrezikojë marrëveshjen nëse Irani kërkon ndalimin e plotë të operacioneve izraelite. Trump dhe Netanyahu kanë zhvilluar të paktën 3 biseda telefonike gjatë javës së fundit. Pas një prej telefonatave, Trump deklaroi para gazetarëve se Netanyahu do të bëjë gjithçka që i them. Ndërkohë, tensionet mes Izraelit dhe Hezbollahut vazhdojnë pavarësisht arpushimit të 16 prillit, me sulme ajrore izraelite në jug të Libanit dhe sulme me dron nga Hezbollahu ndaj veriut të Izraelit. Marrëveshja e mundshme SBA-Iran vjen në një moment delikat politik për Netanyahun, ndërsa sondazhet tregojnë se ai përballet me rrezikun e humbjes në zgjedhjet e ardhshme. Sipas burimeve amerikane të cituar nga CBS, lideri suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, ndodhet në një vend sekret me kontakt shumë të kufizuar me jashtë, duke komunikuar vetëm përmes një rrjeti korrierësh.
Kjo situatë, sipas zyrtarëve amerikan, po krijon vonesa serioze në vendimarrjen politike dhe në negociatat mes SBA-s dhe Iranit. Lideri suprem I Iranit, Mojtaba Khamenei, ndodhet në një vend sekret dhe ka kontakt shumë të kufizuar me botën e jashtme, sipas zyrtarëve amerikan të cituar nga CBS. Burimet e inteligjencës amerikane thonë se komunikimi me të kryhet vetëm përmes një rrjeti të ndërlikuar korrierësh, duke krijuar vonesa të konsiderueshme në procesin e vendimarrjes shtetërore dhe në negociatat e vazhdueshme mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Sipas këtyre zyrtarëve, madje edhe disa nga figurat më të larta të qeverisë iraniane nuk e din vendodhjen e saktë të tij dhe nuk kanë akses të drejtpërdrejtë në komunikim. Një zyrtar amerikan tha se situata po e bën procesin e vendimarrjes të ngadalshëm dhe të fragmentuar, duke e përshkruar mënyrën e komunikimit si të komplikuar dhe të vështirë për të ndjekur në kohë reale. Ndërkohë, burime të tjera pretendojnë se një pjesë e udhëheqjes iraniane po qëndron në bunker të fortifikuar për shkak të frikës nga sulmet të mundshme izraelite ose amerikane. Raportet të mëhershme mediatike kanë ngritur gjithashtu dyshime mbi gjendjen shëndetësore të liderit iranian, përfshirë pretendime për plagosje gjatë sulmeve ajrore. Megjithse, këto nuk janë konfirmuar zyrtarisht. Megjithatë, sipas të njëjtave burimeve, ai vazhdon të ushtrojë detyrat e tij dhe të marrë pjesë në vendimarrje përmes komunikimeve të kufizuara në distancë. Forcat izraelite dhe shërbimi I burgjeve kanë mohuar akuzat për keqtrajtim të aktivistëve të flotiljes për Gazën, duke deklaruar se të gjitha procedurat u zbatuan sipas rregullave dhe të drejtave ligjore. Megjithatë, organizatorët dhe disa media ndërkombëtare raportojnë pretendime për dhunë dhe abuzim gjatë ndalimit dhe transferimit të tyre. Debati për trajtimin e aktivistëve të flotiljes që u ndaluan nga forcat izraelite në ujërat ndërkombëtare po thellohet, mes deklaratave zyrtare dhe akuzave të rënda nga organizatorët. Forcat e mbrojtjes së Izraelit kanë mohuar kategorikisht çdo pretendim për keqtrajtim, duke deklaruar se operacioni për ndalimin e flotiljes u krye në përputhje me ligjin dhe rregullat ndërkombëtare. Sipas tyre, pjesëmarrësit janë trajtuar me respekt dhe nuk ka asnjë incident të konfirmuar që shkel procedurat. Edhe shërbimi I burgjeve izraelite ka deklaruar se të gjithë të ndaluarit janë trajtuar sipas standardeve profesionale dhe ligjore, ndërsa ka hedhur poshtë akuzat për abuzim. Megjithatë, raportime nga media ndërkombëtare dhe organizatorë të flotiljes flasin për pretendime të kundërta, duke përfshirë dhunë gjatë ndalimit, transferimit në anije burg dhe procesit të mëvonshme të riadesimit. Presidenti I Izraelit, Isaac Herzog, ka reaguar ndaj disa pamjeve të publikuara, duke dënuar çdo formë dhune dhe duke theksuar se të arrestuarit duhet të kenë të drejta njerëzore të garantuara. Ndërkohë, çështja ka hapur debat të gjerë politik dhe institucional brenda vetë Izraelit, me akuza për mungesë transparence dhe përpjekje për të shmangur përgjegjësinë me strukturave të ndryshme shtetërore. Hetimet dhe reagimet ndërkombëtare pritet të vazhdojnë, ndërsa organizatat për të drejtat e njerëzit kërkojnë sqarime të plota mbi ngjarjet gjatë operacionit detar. Kina dërgoi 3 astronautë drejt stacionit hapësinor Tiangong, ndërsa njëri prej tyre pritet të qëndrojë në orbit për një vit, rekord për programin kinez. Misioni vjen në kuadër të objektivit ambicioz të Pekinit për të realizuar një ulje me astronaut në hënë deri në vitin 2030. Kina ka hedhur një tjetër hap të madh në garën globale të hapësirës, duke dërguar 3 astronautë drejt stacionit të saj hapësinor Tiangong në një mision që synon të forcojë ambicet e Pekinit për uljen e astronautëve në hënë deri në vitin 2030. Anija kozmike Shenzhou 23 u lëshua nga qendra satelitore Qiuquan në veri perëndim të Kinës me ndihmën e raketës Long March 2F. Në bord ndodhen 3 astronautë kinez, mes tyre edhe Li Jiaying, ish inspektor policie nga Hong Kongu, I cili bëhet astronauti I parë nga qyteti që merr pjesë në një mision hapësinor kinez. 2 anëtarët e tjerë të ekuipazhit janë komandanti Zhu Yangzhu dhe piloti Zhang Yuanji, të dy pjesë të divizionit të astronautëve të ushtrisë çlirimtare popullore të Kinës. Autoritetet kineze kanë bërë të ditur se njëri prej astronautëve do të qëndrojë në stacionin Tiangong për një vit të plotë, që do të ishte misioni më I gjatë hapësinor në historinë e programit kinez. Qëllimi kryesor është studimi I efekteve afatgjata të qëndrimit në hapësirë mbi trupin e njeriut.
Misioni konsiderohet pjesë e garës së intensifikuar mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara për dominim në eksplorimin hapësinor. Washingtoni ka paralajmëruar më herët për ambicet e Pekinit në hënë, përfshirë pretendimet për kontroll dhe shfrytëzim të burimeve natyrore në sipërfaqen hënore. Kina ka realizuar tashmë afër 1/2 misionesh drejt stacionit Tiangong dhe po investon miliarda dollar për të ndërtuar një program të pavarur dhe konkurrues në hapësirë. Policia turke ndërhyri me forcë në selinë e partisë kryesore opozitare CHP në Ankara, duke përdorur gaz lotësielës për të larguar drejtuesit e shkarkuar të partisë. Kriza shpërtheu pasi një gjykatë rrezoi liderin e opozitës Ozgur Özel dhe riktheu në krye ish-drejtuesin Kemal Kılıçdaroğlu. Turqia po përballet me një tjetër krizë të fortë politike, pasi policia ndërhyri me forcë në selinë e partisë kryesore opozitare CHP në Ankara për të larguar drejtuesit e shkarkuar nga gjykata. Pamjet nga vendngjarja tregojnë forcat speciale duke hyrë në ndërtesë me rreve të gazit lotësielës, ndërsa mbështetësit e opozitës përpiqeshin të rezistonin duke bërtitur dhe duke hedhur sende drejt hyrjes së godinës. Situata u përshkallëzua pasi një gjykatë turke anuloi rezultatet e kongresit të vitit 2023 të SHP-s, ku ishte zgjedhur lider Ozgur Özel. Vendimi përmendte parregullsi në procesin zgjedhor të partisë. Pas vendimit, autoritetet urdhëruan evakuimin e selisë së opozitës, ndërsa në krye të SHP-s u rikthye ish-lideri Kemal Kılıçdaroğlu, i cili humbi zgjedhjet presidenciale ndaj Recep Tayyip Erdogan në vitin 2023. Para se të largohej nga godina, Özel publikoi një mesazh sfidues, ku premtoi se do të vazhdojë betejën politike dhe më pas marshoi drejt parlamentit të shoqëruar nga mbështetës dhe forca policore. Drejtuesit aktual të SHP-s e kanë cilësuar vendimin e gjykatës si një grusht gjyqësor shteti, ndërsa qeveria turke mohon akuzat se po përdor sistemin gjyqësor kundër rivalëve politik. Ndërkohë, mediat shtetërore raportojnë se policia ka arrestuar 13 persona në kuadër të hetimeve për kongresin e vitit 2023, me akuza që përfshin shkelje të ligjit për partitë politike, rishfet dhe pastrim parash. Analistët paralajmërojnë se kjo përplasje shihet si një provë rëndësishme për demokracinë në Turqi dhe mund të forcojë më tej pushtetin e presidentit Erdogan pas më shumë se 2 dekadash në krye të vendit. Rusia ndërmori një nga sulmet më të rënda ndaj Kievit që nga nisja e luftës duke lëshuar qindra dron dhe raketa, përfshirë edhe raketën hipersonike Oreshnik. Sulmi shkaktoi viktima dhe mbi 80 të plagosur, ndërsa presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky akuzoi Moskën për terror dhe kërkoi reagim të fortë ndërkombëtar. Kievi u përball me një nga bombardimet më të rënda që nga fillimi i luftës 4 vite më parë, pasi Rusia lëshoi qindra dron dhe raketa drejt kryeqytetit Ukrainas dhe zonave përreth. Sipas autoriteteve ukrainase, sulmi zgjati për orë të tëra dhe përfshiu edhe përdorimin e raketës hipersonike Oreshnik, një armë me rrezet të mesme veprimi që mund të mbajë edhe koka bërthamore. Kjo është vetëm hera e tretë që kjo raketë përdoret në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës. Bilanci paraprak flet për disa viktima dhe mbi 80 persona të plagosur. Pamjet nga kryeqyteti tregojnë ndërtesa të shkatërruara, makina të djegura dhe qytetarë që strehoheshin gjatë alarmit ajror. Një 20-vjeçar, i zhvendosur më herët nga territoret e pushtuara nga Rusia, tha për Reuters si gjatë bombardimeve mendoi se nuk do të mbijetonte. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky vizitoi zonat e goditura dhe dënoi ashpër sulmin rus. Ai deklaroi se objektivat e goditura përfshin muze, shkolla dhe apartamente banimi. Zelensky tha se Rusia kishte goditur edhe muzeun e Çernobilit, të ndërtuar vetëm një muaj më parë për 40 vjetorin e katastrofës bërthamore. Ai i quajti sulmet çmenduri dhe kërkoi reagim të fortë nga Shtetet e Bashkuara, Europa dhe aleatët ndërkombëtar. Forcat ajrore ukrainase thanë se Rusia lëshoi rreth 90 raketa dhe 600 dron gjatë sulmit masiv. Nga ana tjetër, Moska deklaroi se bombardimet ishin akmarrje për sulmet ukrainase ndaj objektivave civile në territorin rus. Ukraina mohon se shënjestron civil, ndërsa Rusia vazhdon të mohojë akuzat se sulmon zona civile, pavarësisht mira viktimave të regjistruara gjatë luftës. Një shpërthim i fuqishëm në një linjë hekurudhore në qytetin Quetta të Pakistanit vrau të paktën 24 persona dhe plagosi mbi 50 të tjerë. Sulmi, i shoqëruar edhe me të shtëna armësh, shkaktoi daljen nga shina të një treni mallrash,
ndërsa përgjegjësinë e mori ushtria çlirimtare e Baloçistanit. Të paktën 24 persona humbën jetën dhe mbi 50 të tjerë mbeten të plagosur pas një sulmi të rënd në një linjë hekurudhore në qytetin Quetta në veri të Pakistanit. Sipas mediave ndërkombëtare, një shpërthim i fuqishëm goditi shinën hekurudhore në orët e parë të mëngjesit, duke shkaktuar daljen nga shina të një treni mallrash. Menjëherë pas shpërthimit, në zonë u dëgjuan edhe të shtëna me armë zjarri, duke shtuar panikun mes banorëve. Pamjet nga vendngjarja tregojnë vagona të shkatërruar, automjete të djegura dhe ndërtesa të dëmtuara pranë hekurudhës. Ambulancat dhe ekipet e emergjencës bërritën me shpejtësi në zonë, ndërsa banorët dhe shpëtimtarët nisën operacionet për nxjerrjen e të mbijetuarve nga rrënojat. Dëshmitarët thanë se shpërthimi ishte aq i fortë sa dëmtoi edhe shumë banesa përreth. Në video të publikuar nga mediat lokale, shihen qytetarë që përpiqen të shuajnë flakët në automjetet e djegura, ndërsa ekipet të shumta emergjence vijojnë kërkimet në zonën e goditur. Autoritetet pakistaneze kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e sulmit. Sipas raportimeve të Al Jazeera, përgjegjësinë për atentatin e ka marrë ushtria çlirimtare e Baloçistanit, një grup separatist aktiv në rajon. Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, dënoi ashpër sulmin, duke deklaruar se ai shkaktoi humbje tragjike të jetëve të pafajshme dhe la dhjetra të plagosur. Sulmi vjen në një kohë tensionesh të larta sigurie në rajonin e Baloçistanit, ku grupe separatiste kanë kryer shpesh sulme ndaj forcave të sigurisë dhe infrastrukturës strategjike. Një val ekstreme të nxehtë përfshiu Londrën dhe pjesë të Europës veriperëndimore, me temperaturat në kryeqytetin britanik që pritet të kalojnë edhe ato të Athinës. Meteorologët paralajmërojnë se Britania mund të thyejë rekordin historik të temperaturave për muajin maj, ndërsa ekspertët lidhin fenomenin me ndryshimet klimatike. Londra dhe pjesë të mëdha të Europës veriperëndimore po përballen me temperatura të pazakonta për muajin maj, ndërsa një kupol të nxehtë ka përfshirë rajonin. Sipas shërbimit meteorologjik britanik, temperaturat në kryeqytetin anglez pritet të arrijnë deri në 31 gradë Celsius të dielën dhe mund të ngjiten deri në 34 gradë të hënën, ditë feste kombëtare në Mbretërinë e Bashkuar. Nëse ky nivel konfirmohet, Britania mund të thyejë rekordin historik të temperaturave për muajin maj, i vendosur në vitin 1922 dhe 1944 me 32.8 gradë Celsius. Ekspertët thonë se temperaturat mbi 30 gradë në Londër gjatë muajit janë jashtëzakonisht të rralla dhe shumë mbi mesatare normale sezonale. Qytetarët në Londër kërkuan freski në paqe, pranë lumenjve dhe në hapësira publike, ndërsa shumë prej tyre shprehen shqetësim për ndikimin e ndryshimeve klimatike. Banorët thanë se temperaturat po bëhen çdo vit më ekstreme dhe paralajmëruan se fenomeni po ndikon jo vetëm te njerëzit, por edhe tek bujqësia, kafshët dhe i gjithë ekosistemi natyror. Sipas meteorologëve, masa e ajrit të nxehtë që ka mbuluar Britaninë dhe pjesë e Europës po krijon kushte të pazakonta atmosferike për këtë periudhë viti. Shkencëtarët kanë paralajmëruar vazhdimisht se ndryshimet klimatike po sjellin valë të nxehtë më të shpeshta, më intensive dhe më të gjata në shumë vende të botës. Ndërkohë, autoritetet britanike kanë këshilluar qytetarët të shmangin ekspozimin e gjatë në diell, të konsumojnë sa më shumë ujë dhe të tregojnë kujdes të veçantë për të moshuarit dhe personat me probleme shëndetësore. Autoritetet në Kaliforninë Jugore po përpiqen të shmangin një shpërthim katastrofik në një rezervuar me substanca shumë toksike dhe të ndeshme, ndërsa mijëra banor janë evakuuar. Zyrtarët thanë se është zbuluar një çarje e mundshme në depozit që mund të ketë ulur presionin dhe të shmang skenarin më të keq. Situatë alarmante në Kaliforninë Jugore, ku autoritetet po luftojnë me kohën për të parandaluar një shpërthim të mundshëm kimik që mund të kishte pasoja katastrofike për mijëra banor. Zyrtarët e zjarrfikses në Orange County thanë se ekspertët kanë zbuluar një çarje të mundshme të rezervuarit që mban një substancë shumë toksike dhe të ndeshme, çka mund të ketë ndihmuar në uljen e presionit të brendshëm. Rezervuari përmban methyl methacrylate, një kimikat që përdoret në prodhimin e plastikës dhe industrinë e përpunimit. Autoritetet paralajmëruan se në rast të shpërthimi, deri në 7.000 galon material toksik mund të derdhen në zonë ose të shkaktojnë një shpërthim zinxhir në depozitat përreth. Zjarrfiksit po zhvillon një operacion gjatë gjithë natës për të konfirmuar nëse presioni në rezervuar është çliruar plotësisht dhe nëse është eliminuar rreziku i ashtu quajtur blev, një shpërthim masiv nga avujt e lëngjeve të ndeshëm. Që prej të premtes, mijëra banor janë urdhëruar të evakuohen,
ndërsa qindra efektiv të emergjencës vazhdojnë operacionet për stabilizimin e situatës. Guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom, shpalli gjendjen e emergjencës në Orange County dhe i kërkoi presidentit amerikan ndihmë federale për përballimin e krizës. Banorët e zonës thonë se situata ka sjellë panik dhe pasiguri të madhe, ndërsa ende nuk dihet se kur do të jetë i sigurt rikthimi në shtëpitë e tyre. Sipas të dhënave publike, kompania GKN Aerospace, në pronësi të grupit britanik Melrose Industries, ka pasur më parë shkelje rregullatore në këtë impjant. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër, na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.